Kthimi që u trompetu me të madhe i Vjosa Osmanit në LDK i ka dy probleme shumë të mëdha. E para është një mashtrim i madh publik, sepse Vjosa Osmani nuk është kthy fare në LDK. Vjosa Osmani përdor LDK-n si trampolin për potencialisht ndaj pozitë tashme në institucionet e Kosovës. Qysh edhe u mur vesh Sheshazi, ajo nuk është antare e LDK-s, e mori një grup për një 20 veta, po i çon listën e LDK-s dhe po ripërdor LDK-n edhe një herë. E dyta, ne besojmë që me këtë qasje, ma shumë i shkon simbolika e kalit të Trojës, sepse LDK-ja ma shumë se sa po bashkohet, po ndahet Rishtazi. Ky bashkim është lidhje puro e interesit për pozita të dy individëve që e kanë kapur këtë parti. Tash ju me të drejtë keni me pyet, po çka intereson Partisë Socialdemokrate, çështja e LDK-s. Absolutisht na intereson. Kosova vun që 5 vjet s'ka opozit. Kosova vun nga njerëz të cilët sa kanë qenë institucione i kanë shërby kryeministrit me pikë e me presje. Dhe Kosova nuk e ka luksin, Kosova nuk guxon dhe nuk duhet të rizgjidh njerëz të cilët kanë plane për pozitat veta. Madje nuk janë as për partit. As për partit cilat po shkojnë, i kanë abuzu, i kanë poshtru dhe po kthehen tamon me simbolikën, sikur se kali i Trojës, e ju e dini që ai ka ndodhur Trojës, kur e fut kalin brenda. Prandaj na garojmë për me kalu pragun. Qytetarët mund të na votojnë edhe më shumë. Po gara jonë është kjo garë, është e sinqertë, është sfidë e madhe. Amon jemi bindun që 6 kandidatët tonë bojnë më shumë se secili kandidat i opozitës. Jam i vetëdijshëm që nuk ishim mujt mi bo 150 të tillë. Amo na 6 tonë i sfidojmë secilën 6 të secilës parti. Ndaqin e baza morale, ndaqin ideore, ndaqin dijes, ndaqin guzimit, ndaqin vetmohimit. Sfidë kjo, kauza jonë është arsyeja pse na kritikojnë opozitën. Gjendja e opozitës është arsyeja. Këta të opozitës po merren që na pe kritikojmë opozitën, e s'pi kritikojmë pushtet, e çajnë do bëu ata? Ata janë të përlanë vetë, i keni pa grupet e interesit, kush është numër 2, kush është numër 3, dhe mos harroni. LDK-ja peshon PDK-n, PDK-ja peshon LDK-n, AK-ja peshon 2, fal. Ata problemin nuk e kanë pse na pi kritikojmë. Problemi thelbësor këtu, kritika jonë është e qëndrueshme. Çka po thojmë na për opozitën është e vërtetë. Atë merrim është e vërtetë.